Shkolla nënvjeçare Branko Kadia në Shkodër festoi 100 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë aktivitet të parë festiv morën pjesë ish nxënës të kësaj shkolle ndër vite të cilët sot kanë arritur që të ndërtojnë një karrierë të suksesshme në fusha të ndryshme. Ky është vetëm fillimi i këtij aktiviteti që besoj ka më zgjat, në vite ka më zgjat, masi shkolla Branko Kadia është burim që nxjerr nxënës që në vite janë suksesshëm. Dhe jo vetëm kanë qenë nxënës ku sot janë figurat suksesshme, po unë kam shpresë e besim që edhe nxënësit sot do të jenë shumë të suksesshëm nesër. Nga bankat e shkollës në rrugën e karrierës është tema që e paraqiti Marinela Lajfia, përfaqësuese nga shkolla e drejtorëve pranë Ministrisë së Arsimit. Kam përzgjedhur që të bëj temën nga bankat e shkollës në rrugën e karrierës. Kjo lindi si shkas në kuadër të 100 vjetorit të themelimit të kësaj shkolle. Dëshirojmë që të cekum historikun e shkollës Branko Kadia dhe të lëmë gjurmë sadopak nga ish nxënësit deri tek nxënësit aktual. Ish nxënës që sot kanë krijuar një karrierë pozitive tregojnë emocionet kur ishin në bankat e shkollës Branko Kadia. Ne nxënësit e hershëm të dikurshëm të Branko Kadis kthehemi sot për të parë dhe për të takuar brezin e ri. Besoj që Branko Kadia kanë nxjerrë nxënës shumë të mirë dhe ja ku jemi një shembull i nxënësve të mirë që kanë dalë nga Branko Kadia për të shkëmbyer eksperiencën me ata që sot janë të rinj dhe do suksesohen dhe ata në të ardhmen e tyre. Është një emocion i papërsëritshëm. Realisht nuk di ta shpjegoj një diçka shumë pozitive. I falenderoj të gjithë aktorët që banën punën që ne të rikthehemi aty ku me të vërtet nisëm procesin e dijeve tona. Besoj që do t'jena një shkënijë e mirë, pozitive për të gjithë ato që sot studiojnë në këtë shkollë dhe do t'jena ato që do të drejtojnë këtë vend në të ardhmen. Për herë të parë, shkolla Branko Kadia hapi dyert në shtatorin e vitit 1925 për të vijuar deri në ditët e sotme. Për 100 vite me radhë, dolen më mira nxënës të cilët kanë shkëlqyer në jetën e tyre, ndërsa kjo shkollë po ashtu numëron një numër të madh medaljesh të fituara në olimpiada të ndryshme. Aktivitetet për 100 vjetorin e shkollës Branko Kadia do të vijojnë përgjatë gjithë vitit.